Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'd. Të nderuar vëllezër e motra, Muhamedi alayhi salam, pejgamberin I fundit ndër tjera të, la yashkurullaha man la yashkurun nas, që nuk ka falendruar Zotin ai që nuk falendron njerëzit. Ndaj, me këtë rast, me lejoni që në emër tuajin, në emër të gjithë besimtarëve të Republikës së Kosovës, vëllezërve tanë nga Arabia Saudite, t'ju dëshirojmë mirëseardhje, t'i falenderojmë për këtë rrugë të gjatë që kanë marrë dhe kanë ardhur dhe kanë nderuar vendin tonë. Kanë nderuar të vendit cili është nderuar me dinin islam tash 600 e sa vjet. Falenderojmë shtetin Arabi Saudite duke filluar nga mbreti Salman bin Abdul Aziz, shërptorin e 2 haremeve, trashëgimtarin e pronit Mohammed bin Salman, ministrin për çështje fetare të Arabisë Saudite, doktor Abdul Latif Al Sheikh, dhe të gjithë të tjerët të cilët vërtet ju gjentën Kosovës në momentet më të vështira. Para 25 vjetë ju e dini se çfarë për kujdese kam pasur me ndihma për vëllezërit tonë të cilët ishin detyruar të lëshojnë Kosovën në Maqedoni, Shqipëri e vende të tjera. Mirë po edhe pas luftës në ndihma në ushqim, mbëshmbatjen dhe në rikthimin e ndërtimit të Kosovës. Nuk ka kohë tash të zgjasim. Por sa të jemi këtu dhe për neve është nderimat që bashkë me ju ta falim namazin yatsis bashkarisht në këtë xhami kaq të bukur të cilën e kemi ndërtuar vetë ju xhamatli. Disa janë falë që kanë qenë qape nga njerë mas këtij imami, kanë dëgjuar zërin e tyre, mirë po shumica sigurisht jo. Disa kanë dëgjuar nëpërmjet ekraneve, por ja, fati mirë që sante ta kemi këtu. Njeriu që I madhi Zot Xheleshanu e zgjodhi që të jetë imam I shtëpisë Zotit, imam në Qabe, t'ju pri miliona njerëzve nga e gjithë bota mbarë. Ndaj dhe është kënaqësia jone që sante ta kemi këtu. Dhe të falemi pastaj bashkë me vëllezërit e tjerë që vinë nga Arabia Saudite. Ashtu si tha dhe imami nderuar, sot një javë kemi hapur tendën në qendër të Prishtinës, kemi hapur javën e kulturës trashëgimisë së Arabisë Saudite. Dhe askush nuk ka menduar që në tendë brenda dite do të vizitohet ajo tendë për të parë nga brenda mbi 6.000 persona në ditë. Dhe kjo vetë vërteton për etjen që ka ky popull për të njohur edhe me kultura, me tradita, me trashëgimi që vijnë nga vetë ato vende të shenjta. Para 2 ditësh kur hapëm edhe garat e Kur'anit, ku marrin pjesë 22 shtete, pra gara të karakterit ndërkombëtar. Dhe do të vazhdojnë deri ditën e diell ku do të jetë përmbyllja. Po për të dhënë vulën e këtij atyre të mirave është prezenca e vet imamit Qabës, zotëriut shejkhit ton, pra Bender Belila, I cili është në mesin ton dhe është një kënaqësi dhe nder I madh për të gjithë ne. Vllazën të nderuar, ne si Bashkësi Islame e Kosovës, bashkë me ju të gjithë, anë e këndë Republikës sonë, mirë po edhe ma jashtë saj, do të punojmë së bashku. Do të punojmë së bashku për të dhënë kuptim jetës. Për të ditur pse jetojmë, pse kemi anë këtë jetë dhe ç'është qëllimi ynë. Ne do të punojmë bashkarisht që të edukojmë rinin tonë me ndjenjen e fortë islame, por edhe me atë atletare, për të dalë në mbrojtje të dinit, në mbrojtje të dheut. Sepse kështu na mëson Kur'ani dhe kështu na mëson Islami, kështu na mëson Allahu dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të pranishëm, sigurisht që kemi shumë sfida para nesh, mi po ne do t'i kalojmë.
Gjithçka po mund të dëgjoni veçanti, si na janë përsul kohëve të fundit, po e sheni nga gjitha anët. Ama është e kot. Mishkonjat s'mund të arrënojnë lisin. Dhe ta mësojnë të gjithë. Lisat e fort të qëndrojnë edhe era më të fort. Daj, ne jemi të tillë. Neve nuk mund të lëkundemi nga ajo që porositi madhi Zot. Le të shpitin, le të rrejnë, le të trillojnë, gjithë shka, ama ne e dimi kush jemi. Jemi të pikë kësaj toke dhe thellë në zemrën dhe shpirtin tonë, e kemi dëshmin la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Kjo është ajo. Edhe shefi sot në ligjaratën e tij, në xhaminë e madhe në Prishtinë, porositi që urrejtja, përçarja, mosdurimi të largohet në mesin e muslimanëve, por në mesin edhe të gjithë të tjerëve që nuk i përkasin besimit islam. Të jetojmë të qetë, në botë të mbretëroj harmonia, paqja, dashuria njerëzore mes veti, dashuria vllazërore mes veti, sepse i madhi Zot na ka krijuar neve që të bashkëpunojmë mes veti, të njihemi mes veti, e jo të luftojmë mes veti. Unë nuk dëshiroj të zgjatë më shumë, por edhe njëherë i falenderoj shumë këta vëllezër tanë që kanë ardhur nga Arabia Saudite, që i kemi prezentuar mirë për dhe tjerë që janë tashmë ende duke vazhduar garat, apo tash përfundojnë në Ramazan, dhe ata tjerët si që janë tashmë duke mbyllur tendën në mes qytetit. Ne do të vazhdojmë punën tonë. Para 2 vjetë që kemi pas imamin tjetër të Çapës, tash e kemi këtë, me emër të Zotit që jemi gjallë dhe sjellëm me imam tjerë, sepse kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me Ministrinë për çështje fetare të Arabisë Saudite dhe besoj që ky bashkëpunim do të sjellë edhe frutë të reja dhe do të kemi rast që të marrim edhe aktivitetet natyrave të ndryshme të tjera. Ndaj faleminderit i themi Arabisë Saudite dhe për njohjen e Kosovës si shtet sovran të pavarur. Po i themi faleminderit edhe për përkrahjen që i ka dhënë Kosovës në antarësimin e të gjitha mekanizmave ndërkombëtare. Ka pas përkrahje politike, ekonomike, sociale, kulturore, por edhe fetare. Ky shtet ku i madhi Zot neve na ka bërë të mundur që të jemi shtetas të saj. Të gëzohemi kësaj lirie që kemi, të gëzohemi këtë vendi ku na ka krijuar Zoti dhe të ecim para të gjithë bashkarisht. Vëllezër, në emrin tuaj edhe një herë falenderojmë shejkun. E lutim Zotin që t'i falë të gjitha të mirat në këtë jetë, ishte një kënaqësi e madhe. Jetum pak qasë, sikur të ishim në ambientin e Çavës. Jetum pak ashtu, nga se kishim mesin tonë. E kishim njeriu i cili vazhdimisht pra falet në atë vend dhe pastaj falen miliona njerëz. Zoti na begatoft me mirat e tij. Zoti gjithherë qoftë me ne. Ju falenderit, shefi për arsye ndoshta të lodhjes nuk ka mundësi që t'ju drejtohet me një fjalë. Inshallah Taala do të drejtohet herave tjera kur vjen, se do të ftojmë edhe herave tjera të vjen Kosovë.